Hoxh, a ka vdekje në xhenet? Kjo është pyetje shumë e rëndësishme. Prej gjërave të cilat i përmendin dietarët është se xheneti është i përhershëm, apo. Pra dallim prej dynjas, dynjaja ka afat. Sa të jetojmë, ka pas gjeneratat e para kanë jetuar me mira vete, por ka ardhur fundi edhe i tyre. Edhe dim se sa gjenerata kanë kaluar para, do të kalojnë edhe derisa ndodh dita e gjykimit edhe do të fillon ajo realia çka është. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon pra ditën e transmeton Ebu Said el-Khudri, thotë se ditën e gjykimit, pra i dërguesi sallallahu alaihi wasallam tregon se ditën e gjykimit pasi ndahen mo. Dhe kjo shumë rëndësi ceket se pasi ndahen mo xhenetlit për xhenet dhe xhehenemlit për xhehenem, tu edhe hyn edhe njeriu i fundit që do të del prej xhehenemit për xhenet. Pra edhe ki kur do të hyjë në xhenet, pas asaj më nuk ka, do të mshilet dera e xhehenemit dhe do të mshilet dera e xhenetit. Pra nuk do të ketë më as aty hymje, as këtu. Atëherë thot Allahu subhanahu wa taala do të bjen një dash të ngjyrën e përhimt. Dash po. Do të dash me ngjyrën e përhimt dhe aty çka do të kthehet xhenetlive. Ai njihni kët. Ato e kanë përjetuar krejt, e kanë përjetuar vdekjen. Thot po e njohim, e dim çka është. Do të kthehet xhehenemlive. Ai njihni kush është kjo? Pra kush është kjo? Po e njohim. Se e kanë përjetuar ata vdekjen. Edhe atë do të therret ai para gjithë. Do të thonë dash, vdekja në formë dashi. Dash, po vdekja do të jetë në formë dashit dhe do të therret. Kur do të therret do të thuhet xhenetlive khuludun fiha, pra ju aty do të qëndroni përgjithmonë. Kënaqur nëse s'ka vdekje. Nuk ka. Do të thonë kënaqësia do të vazhdon deri në pafundësi. Edhe xhehenemlive, pra do të thuhet prej tashma nuk ka maut, nuk ka vdekje tek ju. Vujni se s'ka më vdekje. Përgjithmonë. Mo i po tham, kjo do ndodh kur pasi del më i fundit i cili ka qenë xhehenem është gjegë është pastrohet por ka pas iman. Do të nxirret pasi kalon kin xhenet, atë do të ndodh kjo. Kjo ndodhi që do të therret vdekja dhe më nuk do të ketë vdekje pasaj. Pra në xhenet kënaqësi përgjithmonë, në xhehenem vujtje përgjithmonë. E tash xhenetiu kur ta marrë këtë informat, gëzimi do të shtohet alo më shumë se për shembull kur ti shoh gjitha do të mira, gjitha do të kënaqësia e di si mo këto viç kam i përjetu. Po, s'ka më vdek, e kupton? S'ka më zhdu. Po, shumë. A xhenem liu kur ti shoh vujtjet e mëdha, edhe marr. Dhimbja alo më e madhe. Po, e din që nuk do të del. Po, vetë do të përsëritet. Çe ka përmend Allahu në Kur'an. Se këtë kur hek njëri aty i vënë vun thotë aty vdekja e kërkuar më është aty. Po. Çenem. Ja s'ka vdekje. Se edhe nëse digjet që ka përmend Allahu, digjet lëkura prej zjarmit të xhehenemit, dhe pse do të jetë lëkur tjetër atje. Trupi i njeriu do të jetë shumë më i madh, që ta ndjej dënimin apo kënaqësinë në anën tjetër më shumë. Do digjet ajo prej zjarrit, se zjarri është shumë më i fortë se ai dynjos. Mirë po çka Allahu që mos ta përfundon vujtjen e tij, do t'ja ndërron likur tjetër, përsëri dhimbje. Kjo do të vazhdon pa ndërprerje. Prandaj është mirë që njeriu të kthehet në vetes e të folë vetes. A ja vlen për disa kënaqësi të afatizuara me kontraefekt apo me efekt ansor, të kësaj dynjoje ta humbi këtë që është e përhershme atje. Apo mjafton që të kërkosh mbrojtje që mos të hish në xhehenem. Xhehenemi është shumë i keq. Xhehenemi është shumë i keq. Nuk një sekond me hi. I dërguesi Allahu alaihi wasallam na ka treguar dhe ka thonë kur njeriu i cili i ka dhënë Allahu këtë mirat kësaj dynjoje. Një sekond, ai ka përmend një çast, jo sekond, një çast me shtin në xhehenem edhe me nxjerr, thotë ke pa dënit keqe, s'ka pa. Kjo shumë rëndësi kupton. Çto çështje që kanë janë duhet mi kuptu njeriu se xheneti dhe xhenemi të kësaj natyre. Pra, khuludun përgjithmonë këtu edhe përgjithmonë aty. Përgjithmonë këtu, përgjithmonë aty. Pra Allah na ban xhenet. Amin ya Rab. Prandaj duhet të kena parasysh të çështjet i marrin parasysh se është reale. Është reale. Bile këtu do ta cekin një çështje e xhenetit. Njeriu kur bëhet gati, për shembull, një javë përpara se më shkon pushim. Apo do shkojë për shembull në det, ku tjetër. Edhe beson sigurisht prej asaj që ka pa në bookinga apo pa marrë parasysh, e ka pa domethënë hoteli, çfarë kualiteti ka, ushqimin aty, a ka pishinë, s'ka pishinë, a ka ku e ka plazhën, a ka pa me nga deti ajo. Mirë, po çka një javë përpara, ende s'ka shku. Është i sigurt se çashtu ka me qenë prapësisht. Çka ka pa, çat do ta priton. Pra beson që ajo ekziston. Po. Vetëm se duhet kimë shku deri atje. Veç më shku me përjetu. Po. Njëjtën bindje do ta ketë muslimani për xhenetin. Nëse nuk arrim ta kemi këtë bindje për xhenetin, neve do të humbim. Pra, është këto kënaqësi që përmend Allahu që do të përmendim disa prej tyre,
duhet tina të bindshëm se ato janë. Janë të na pritet Kam që kena bet- me shku mi përjetu. Si thonë dietarët apo pejgamberi sa kam vetë vetëm vdekja që na ndan prej tyre. Vdekja është që na ndan prej tyre. Neve do t'i përjetojmë. Nëse jena në rrugt të Allahut, do ta përjetojmë do t'i përjetojmë krejt këto kënaqësi që ka përmendur Allahu dhe i dërguari i tij. Mirë po, edhe vdekja është ashtu e ndarse për vuajtjen në xhehenem. Nëse nuk jena në rrugë si duhet, ashtu që na urdhon Allahu subhanahu wa taala, ti bindën Allahut, urdhnave të tija, të largohemi prej ndalesave të tija, atëherë vetëm vdekja na ndan prej vuajtjes së përgjithmonë. Pra vdekja si e përmendet ti, nuk është e ndarse për vuajtjet, sepse prej aty fillon. Pra aty fillon. Aty është realiteti dhe në momentin e vdekjes krejt ateistët e dinjos, krejt që nuk kanë besu Islamofobët. Po, krejt islamofobët. Krejt kur ta shohin se meleku është duke ardhur ja marrë shpirtin. Binen se ka qenë i keq në atë formë më të keqe që ka përmend i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Në atë formën e trishtueshme, do të trishtoje, atëherë aty i bën qartë krejt çka kanë dëgjuar për fenë. Krejt. Edhe prej aty janë izvojtja. Prej atij momentit të parë kur ai vdes. Është ajo realiteti. Kjo si ëndër kjo dinjo. Siç ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë ti në këtë dinjo rri sikurse një udhëtar. Pa dënia në ka shembulltu e ka pru si shembull një drum në mes të rrugës. Ndalesh, pushosh sa ke nevojë dhe vazhdosh. Kjo dënjoja. Realiteti është pastaj, pas vdekjes ajo realja. Prandaj duhet të jena pak të kujdesshëm që të kena parasysh këto çështje. Alhamdulillah, Allah na mos vërtet. Allah na mundsoft. Amin. Të bëjmë në xhenetin.